burime. Zyrtarisht këtë të hënë është prezantuar prefekti i Qarkut Shkodër Holta Duda. Në ceremoninë e prezantimit i pranishmërisht edhe zëvendës ministri i Brendshëm Julian Hodaj, i cili tha se roli i prefektit mbetet i rëndësishëm për koordinimin ndërinstitucional. Ajo që vlerësohet tek prefekti është një organ, është përfaqësuesi i Këshillit Ministrave në Qark dhe është një organ që ndërlidh të gjitha institucionet. Pra, ndërvepron qoftë me degët territoriale të dekoncentruara të pushtetit qendror, por qoftë edhe me njësitë vendore. Ajo që vlerësohet dhe që ka dhënë rezultat është shkurtimisht kontrolli i ligjshmërisë së akteve normative. Teksa Angoni e falenderoi bashkëpunëtorët e saj, Duda u ndal tek rëndësia e detyrës dhe besimi që është dhënë për të qenë në krye të prefekturës së Qarkut Shkodër, por edhe rëndësinë e vijimit të projekteve. Kënaqësi që gjatë këtyre 5 viteve e më tepër bashkëpunimi me çdo strukturë të njësive vendore apo të përfaqësive të drejtorive rajonale ka qenë një punë sa herë e lodhshme, po aq herë edhe dobipruese. Sot e marr këtë detyrë, por ngarkohem me një përgjegjësi shumë të madhe, një përgjegjësi e cila patjetër do të ketë përkushtimin tim të plot për të çuar përpara gjitha punët e mira tashmë të nisura, por pse jo edhe për ta ngritur zërin fort për të vazhduar edhe projekte të tjera, rritjen e standardit të zhvillimit në Qarkun Shkodër për të gjitha njësitë bashkiake në këtë qark. Elinda Angoni drejtoi për më shumë se 5 vite prefekturën e Qarkut Shkodër, ndërsa Holta Duda vjen nga një eksperiencë gjatë si mjeke alergologe e së fundmi edhe kandidate për deputete në radhët e Partisë Socialiste.